Besimtarët myslimanë në Gjirokastër kanë festuar ditën e Fitër Bajramit. Mëngjesin e kësaj të diele, në mjediset e Pallatit të Sportit, është zhvilluar ceremonia religioze e kësaj dite të shenjtë për besimin islam. Falja e namazit është drejtuar nga muftiu i Gjirokastrës, Aurel Senja. Besimtarët janë lutur për më shumë paqe dhe harmoni mes njëri tjetrit. Të ditë të madhe të Fitër Bajramit kam kënaqësinë dhe lumturinë që të uroj të gjithë besimtarët musliman në qytetin e Gjirokastrës, por edhe me gjerë Fitër Bajramin. Lus Zotin e gjithësisë që t'ua ketë pranuar adhurimet, agjërimin dhe përkushtimin tuaj gjatë muajit të begat. Kjo është një ditë feste, një ditë gëzimi brenda familjeve tona, brenda komuniteteve tona, duke ndarë këtë gëzim me familjen tonë, me prindërit tanë, me të afërmit tanë dhe me të gjithë shoqërinë. Bajrami nuk është vetëm për ne si besimtar musliman, por është një ditë kur ne ndajmë solidaritetin me njerëzit që janë në nevojë, duke u përpjekur që gëzimi, lumturia të futet dhe përtoj në çdo pore të shoqërisë. Ky gëzim vjen pas një muaji të gjatë përkushtimi, ku besimtarët janë përpiqur që të kultivojnë vlerat më të larta të moralit, duke disiplinuar veten e tyre, duke u larguar nga veset me qëllimin që kjo mirësi, këto vlera na ndjekin, na pasojnë edhe jashtë muajit të begat të Ramazanit. Lus Zotin e gjithësisë që kjo të jetë një ditë gëzimi, një ditë hareje, një ditë mirëkuptimi, një ditë bashkimi, një ditë vllazërie dhe këto festa na i rikthej vit pas viti, gëzuar për shumë vjet Fitër Bajramit. Më pas, për besimtarët janë shpërndar ëmbëlsirat e festës. Pjesë e festimeve të ditës së Fitër Bajramit në Gjirokastër ishte edhe pritja e organizuar nga muftinia, si dhe vizitat e besimtarëve në familjet e njëri tjetrit.